A do të mbjetoj TikTok në SBA? Presidenti Trump pohon se një marrëveshje për shitjen e aplikacionit popullor tek një blerës jo kinez do të finalizohet së shpejti. TikTok u bëi pa disponueshëm për pak kohë në Shtetet e Bashkuara në muajin janar, pasi përdoruesit nuk mund të shihnin videot, por që atëherë është rikthyer. Mes urdhave që firmosi presidenti Trump në ditën e parë të detyrës, ishte ai për të shtyrë me 75 ditë ndalimin e aplikacionit TikTok në SBA, duke i dhënë afat kompanisë kineze ByteDance të gjejë një blerës amerikan, ndryshe rrjeti do ndalohet në Shtetet e Bashkuara. Ai po shërton zgjatjen e zbatimit të ligjit, por ka deklaruar se nuk mendon se do të jetë e nevojshme, pasi besoi që do gjendet një blerës. Urdhri ekzekutiv i Trumpit udhëzoi Departamentin e Drejtësisë të dërgonte letra kompanisë Apple, Google, Alphabet dhe Oracle që punojnë me TikTok, duke deklaruar se nuk ka pasur shkelje të statutit dhe se nuk ka asnjë përgjegjësi për çdo veprim që ka ndodhur më herët. Pavarësisht se ndalimi fillestar u miratua një zëri, ligjvënësit amerikanë nga dy palët kanë thënë se ByteDance duhet të ketë më shumë kohë për të hequr aplikacionin. Në muajt e fundit ajo që kemi parë është një proces ku TikToku ju dha një afat për të përballur me një ndalim. TikToku doli jashtë funksionit në Shtetet e Bashkuara, përdoruesit në SBA janë 180 milion, nuk mundën ta përdorin TikTok, shpreh eksperti i medjave sociale Dr. Pavoni. Sipas ligjit federal ekzistues, TikTok do ndalohet nëse ByteDance nuk e shet përpara afatit.